Alo, apo dëgjon? Po zotrit në dëgjohesh, më thuaj, lutem. Lavdimi. Po. Po për pyetjen, unë fajtori isha opozitën gjithsesi. Po, më thuaj. Për shkak se kushti i tyre është që vetë vendosja pe kap shtetin me tri në gjitha anët. Nuk është e vërtetë se kur opozita bëj ke kryetar, edhe kish zavens kryeministra krejt me 22 me 27%. Pse Albin Kurti nuk ka drejt ta bëj këtë, që i ka 51%. Albini e ka përkrahjen e popullit edhe i takojnë absolutikisht gjitha pozitat. Kjo nuk është që po thom unë, këtë ka thonë populli. Po. Edhe kjo duhet të jetë kështu. Unë nuk e di çfarë dileme ka. Opozita duhet t'ja bëjnë numrat, ta aprovojë, edhe një herë se populli ka vendosur që Albini ta qeverisë vendin. Opozita duhet të jetë sinqert, e shkoj t'ja bëj votat edhe ta votoj kryetarin kënd e propozon Albin Kurti. Faleminderit shumë, Arza, po.